Zonja dhe zotrim, përshëndetje. Ky është edicioni qendror i lajmeve ku në ekranin e kanalit 7 kundër të tjera do të ndiqni. Rama deklaron se konferenca ndërqeveritare ishte një moment krenarie për Shqipërinë, tashmë nis procesi final i mbylljes së kapitujve të antarësimit. Muslimanët festojnë Kurban Bajramin, mira besimtarë mbushin bulevardin qendror për faljen e namazit. Klerikët bëjnë thirrje për më shumë solidaritet. 2 punonjës policie plagosën rënd nga një trafikant droge në Korçë. Autori përplasi me makinën e tij gjatë tentativës për t'i shpëtuar arrestimit në flagrancë. Nxehti ekstrem i pazakon për muajin maj godet disa shtete europiane duke shkaktuar edhe viktima. Sinoptikanët parashikojnë temperatura shumë të larta. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Rama e quajti një moment krenarie për Shqipërinë mbajtjen e konferencës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Tashmë vendi ynë ka të hapur rrugën për të finalizuar procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave. Një ditë pas konferencës së 8 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, kryeministri Edi Rama ndau disa nga momentet e përgatitjes së delegacionit shqiptar për takimin e nivelit të lartë në Bruksel. Fjala mbyllëse është fjala më përmbajtësore. Rama e quan krenari për Shqipërinë faktin që çdo hap po bëhet edhe më shumë europian, duke e quajtur antarësimin si një martesë me Unionin. Do you accept to marry him? Yes, I do. Mbrëmjen e së martës u konfirmua plotësimi i piketave të ndërmjetme në grup kapitullin themeloret për Shqipërinë, teksa komisionerja për zgjerimin e EBE-s Marta Kos u shpreh se Shqipëria po hyn në një proces që kërkon arritje dhe reforma të konsoliduara. Puna juaj e 10 viteve ka qenë suksesshme. Janë hedhur hapa në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ngritja e institucioneve të reja të drejtësisë, ka frenuar ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor. SPAK ka vërtetuar se mund të jap rezultate dhe të bëhet institucioni më i besuar në Shqipëri. Kremtoni arritjen dhe le t'i kthehemi menjëherë punës. Prej jush sa më shumë kapituj të mbyllen në rrugtimin e antarësimit të Shqipërisë, aq më i suksesshëm do të jetë edhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian. Synimi i vendit tonë për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027 për Marta Kos mbetet i arritshëm. Madje bëri dhe një premtim. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 dhe pastaj do i ngjitem korabit bashkë me kryeministrin. Kjo është e vetmja piket mbyllëse që kam pasur sot, por mund të ngjitemi edhe kullës e Eiffel. Gjatë konferencës së 8 ndërqeveritare, kryeministri Edi Rama u tregua optimist dhe sipas tij ky është vetëm fillimi një procesi që shqiptarët e kanë kërkuar prej kohësh. Kemi thyer një tjetër rekord. Ne i çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt. Ne kaluam nga kjo tek faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme, e cila bëhet sërish brenda një afati shumë të shkurtër. Ndihemi krenar, por kemi edhe shumë përgjegjësi sepse nuk është fundi, por është veç fillimi i fundit. Tashmë Shqipëria duhet të punojë për mbylljen e grup kapitujve, që sipas zyrtarëve të lartë të Unionit, do të jetë testi më i madh për vendin tonë. Kjo e mërkur shënon festën e Kurban Bajramit për besimtarët musliman. Këtë herë, falja e përbashkët është kryer në bulevardin qendror të Tiranës. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu bëri thirrje për të hequr dorë nga urrëtia dhe egoizmi e për të shtuar solidaritetin, sidomos me njerëzit në nevojë. Allahu Akbar. Besimtarët musliman festojnë këtë të mërkur Kurban Bajramin. Dita e sakrificës dhe durimit nisi herët në mëngjes me faljen e namazit në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Allahu Akbar. Kreu i komunitetit musliman Bujar Spahiu ju drejtua besimtarëve me një urim për festën e Kurban Bajramit. Motra dhe vëllezër, sot është një ditë e madhe dhe e bekuar. Një ditë drite, mëshire dhe afrimi me Zotin krijuesin e gjithësisë. Është dita e Kurban Bajramit. Dita kur zemra e besimtarit mbushet me falënderim, reflektim dhe dashuri për Zotin. Uroj që këtë ditë të sjellë më shumë dashuri mes nesh, më shumë mirësi në shoqërinë tonë dhe më shumë besim tek Zoti i gjithësisë. Bujar Spahiu theksoi rëndësinë e unitetit, solidaritetit, respektit dhe dinjitetit ndaj njëri tjetrit. Kurban është festa e zemrës së pastër,
Është festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Për gjithë njerëzimin të jetojmë me respekt, me mirëkuptim dhe me dinjitet ndaj njëri tjetrit, të gjithë së bashku. Në përfundim të ceremonisë, besimtarë të shumë të mbledhur me këtë rast shkëmbyen mes tyre urimet e kësaj dite. Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, një kohë e shenjtë për adhurim, falënderim dhe solidaritet. Gjatë kësaj dite, besimtarët që kanë mundësi bëjnë kurban. Mishi shpërndahet, një pjesë për familjen, një pjesë për të afërmit dhe pjesa tjetër për të varfrit. Festa shoqërohet gjithashtu me vizita familjare dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë. Në të gjitha qytetet e vendit, besimtarët janë mbledhur në xhami qendrore apo në sheshe ku kanë kryer faljen e mëngjesit. Më pas, shumë prej tyre kanë bërë edhe kurbanin, që është simboli i kësaj dite. Kurban Bajrami mblodhi në qendër të Shkodrës Mira Mysliman. Muftiu i qytetit Muhamet Sytari uroi besimtarët ndërsa bëri thirrje për më shumë drejtësi në çështje që shqetësojnë komunitetin. Poshtmimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë lejuar dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mbi faqen e dheut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të Vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Në Burrel, besimtarët u mblodhën në xhamin e madhe të qytetit, ku klerikët nënvizuan sakrificën si simbol të kësaj dite. Edhe në Korç, muslimanët kryen ritualin e faljes në xhamin Ilyas Bey Mirahori dhe ambientet përreth saj. Më pas, ata shkëmbyen urime për më shumë paqe dhe begati. Zuar festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo festë begati, mirësi, paqe, siguri, dashuri edhe bereqet e birësi për të gjithë çdo person. Uroj të gjithë shqiptarët, të gjithë korçarët, kudo që janë, gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bajramin. Sheshi Gençer në Elbasan ishte vendi ku besimtarët falën namazin dhe dëgjuan fjalën e klerikëve. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Në Durrës, falja u krye në ambientet e brendshme dhe të jashtme të xhamisë së madhe, ndërsa pas këtij rituali shumë besimtarë vijuan me ndarjen e mishit të kurbanit. Festa është rrirë edhe në shumë qytete të tjera. Sipas traditës, në këtë ditë të rëndësishme për muslimanët, besimtarët kanë prerë kurban për të vijuar më pas me drekën në familje. Një trafikant droge përplasi me makinë 2 efektiv policie duke i lënë plagosur. Ngjarja ndodhi në një fshat të Korçës gjatë aksionit për arrestimin e tij, por edhe pse tentoi të fshihej, agresori është arrestuar nga policia. 2 efektiv policie kanë mbetur të plagosur gjatë një operacioni antidrog të zhvilluar mbrëmjen e së martës në Lumalas të Korçës. Ata kanë qenë në ndjekje të një automjeti që dyshoi se transportonte lëndë narkotike. Burime bëjmë në dije se drejtuesi i makinës, Gjernart Laloti, pasi kishte lënë një sasi droge në një lokal në fshatin Lumalas, është nisur drejt Korçës. Në momentin që ka vënë re automjetin me 2 agentët e policisë, ai ka goditur qëllimisht makinën e tyre për t'i shpëtuar ndjekjes. Si pasojë e përplasjes, 2 efektivët kanë mbetur të plagosur, ndërsa njëri prej tyre ndodhet në gjendje më të rëndë dhe është transportuar për mjekim më të specializuar në Tiranë. Burimet shtojnë se gjatë aratises autori ka hedhur në anë të rrugës edhe një sasi të vogël lëndë narkotike kokainë. Menjëherë pas ngjarjes, policia ka bërë të mundur arrestimin e Gjernart Lalotit, drejtuesi i automjetit që përplasi efektivës, si dhe të Vangjel Dushkut, kamarieri të lokalit ku dyshohet se u dorëzuan të paktën 12 doza kokaine. Gjykata e lartë la në fuqi dënimin me 43 vite burg për Emiliano Shullazin dhe antarët e tjerë të grupit të tij kriminal. Ata u akuzuan nga prokuroria se i kishin vënë gjop një biznesmeni dhe i kishin marrë me forcë një pjesë të pronave të tij. 43 vjet burg në total do të duhet të vuajë Emiliano Shullazi dhe grupi i tij me vendim të gjykatës së lartë. Vendimi i kësaj të mërkure i përket 3 të bashkëpandehurve të akuzuar për gjopvënie si grup i strukturuar kriminal në dëm të biznesmenit Ylvi Beqa. Emiliano Shullazi u dënua me 14 vjet heqje lirie, Endrit Qyqja dhe Endrit Zela me nga 10 vjet, ndërsa Blerim Shullazi me 9 vjet burg.
Dënimi për Gilmando Danin, që apeli i posaçëm i kishte dhënë 12 vjet, u shua pasi ai ka ndërruar jetë në një atentat në nëntor të vitit të kaluar. Rekursi në gjykatën e lartë ishte dorëzuar nga Shullazi dhe shokët e tij, por çështja nuk u arrit të fitohej. Ylvi Beqja në gjykatën e dikurshme të krimeve të rënda ka dëshmuar në vitin 2016 kundër Emiliano Shullazit, duke thënë se i kishte dhënë 550.000 euro para në dorë, po ashtu u detyrua që t'i falte Shullazit edhe 30% të ish hotel Volgës. Emiliano Shullazi sa kaq mbetet në qeli edhe për 2 dosje të tjera të SPAK. Operacionin asgjë nuk harrohet. Lidhur me vrasjet e 2 biznesmenëve në 2005, Vajdin Lame dhe Klodian Saliu, e po ashtu operacionin Revanshi, ku për të është kërkuar dënimi me 15 vjet burg për sigurim kushtesh për të kryer vrasje ndaj 2 vëllezërve, Durim dhe Valter Bami. Një aksident u regjistrua mesditën e kësaj të mërkure në bypassin e Fierit në afërsi të fshatit Mbrostar. 2 makina që udhëtonin në të njëjtin drejtim u vërplasën me njëra tjetrën dhe përpasoj betën të plagosur 4 persona, 2 prej të cilëve turistë të huaj. Të plagosurit u dërgua në spital ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shkak për aksidentin dyshohet të jetë bërë manovrimi i gabuar i njërit prej drejtuesve të mjeteve. Për herë të parë, njësi vendore, aktivistë dhe subjekte private janë vlerësuar me çmime për kontributin e dhënë në turizëm. Gjatë ceremonisë është vënë në dukje edhe roli i platformës digjitale TEA, që ndihmon veçanërisht vizitorët e huaj. Në Pallatin e Brigadave u zhvillua mbrëmja gala, edicionit të parë të TEA Awards 2026. Ceremonie dedikuar për vlerësimin e turizmit, inovacionit dhe promovimit të destinacioneve shqiptare. Gjatë ceremonisë u ndanë 35 çmime kryesore për qytetet më aktive në turizëm, eventet më të kërkuara, atraksionet turistike më të klikuara që kanë kontribuar në promovimin e turizmit shqiptar përmes platformës digjitale TEA gjatë periudhës 2024-2026. Çmimin e parë, TEA All Senses, për bashkinë në organizimin e numrit më të lartë të eventeve nga të gjitha kategoritë e Rëmbeu Tirana. Tek TEA ne zakonisht shohim pikërisht atë që bën sot gjithë kjo ministri, pra gjithë eventet, spektaklet, gjithë kalendarin vjetor, gjithë atë që është jeta kulturore artistike, natyrisht edhe e ngjarjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me promovimin e Shqipërisë brenda dhe jashtë vendit. Kjo platformë erdhi si një mjet për promovim të destinacioneve shqiptare, duke reflektuar ndikimin e drejt për drejt të inovacionit digjital në zhvillimin kulturor dhe turistik të vendit. Sonte në këtë vend historik të Pallatit Brigadave nuk jemi mbledhur vetëm për të ndarë çmimet, por për të celebruar një histori suksesi që po shkruhet çdo ditë në Shqipëri, historinë e një vendi që po zbulon mënyra të reja për të komunikuar me botën. Dhe është simbolike që kjo histori sonte rrëfehet përmes TEA. Një çmim special shkoi edhe për Melia Durrës, që rezultoi më e klikuara nga të huajt në aplikacion. Ky event i organizuar për herë të parë synon të forcojë rolin e teknologjisë në zhvillimin e turizmit shqiptar. Bordi Transparencës ka vendosur sërish këtë të mërkur të ulë çmimin e karburanteve. 1 litër naftë do tregtohet me 190 lek nga 195 duke ullur me 5 lek, ndërsa benzina do shitet me 179 lek ose 3 lek më pak. Kjo është hera e tretë radhazi që bordi ka vendosur ullje të çmimit si pasojë e stabilizimit të tyre në tregjet ndërkombëtare. Bordi Transparencës rikujton operatorët se nëse kapen në shkelje do t'ju pezullohet aktiviteti. Këto ishin edhe lajmet për sot, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.